Stop. Nëse ke planifikuar të vish në Gjermani me rregulloren e Ballkanit, sepse kuota për vitin 2025 është mbushur. Gjermania kishte 50.000 leje pune për Shqipërinë, Kosovën, Bosnjën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë, por deri në fillim të dhjetorit janë shpërndar të gjitha. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Nëse punëdhënësi yt aplikon tani për këtë vit, kërkesa refuzohet automatikisht, edhe nëse ke kontratë pune, edhe nëse gjithçka është gati. Pyetja kryesore: a kalon aplikimi im automatikisht për vitin tjetër? Jo. Çdo aplikim i refuzuar duhet bërë nga e para për vitin e ardhshëm. Lajmi i keq nuk mbaron këtu. Koalicioni i qeverisës CDU, CSU dhe SPD kanë rënë dakord që nga viti tjetër kuota të ulet nga 50.000 në vetëm 25.000 leje, gjë që ka shkaktuar reagim të fortë nga bizneset gjermane, sidomos gastronomia dhe hoteleria. De Hoga thot qartë: Gjermanisë i duhen shumë punëtor, jo më pak. Pyetja tjetër: po tani çfarë mund të bëj? Punëdhënësit mund të aplikojnë sërish që në dhjetor për vitin e ardhshëm, por konkurenca do të jetë shumë më e fortë. Nëse do të dish alternativat ligjore, mënyra tjera për të ardhur në Gjermani ose si të rritësh shanset, shkruaj në komente dhe ndiq faqen që të mos humbasësh asnjë info.